Dhe jemi duke fol për një prej pejgamberëve të Zotit, ai është Salihu alayhi salatu wassalam, dhe ballafaqimi i tij me popullin e vet, popullin Thamud. Dhe jemi duke folur për ajetet e para, në të cilat flitet për Salihun alayhi salatu wassalam dhe popullin e tij Thamud. E ato ishin ajetet nga surja Al-A'raf 73, 74, 75, 76, 77, 78 dhe 79. Çka thot Allahu Dhu Xhelal në këto ajete? Na në dy mësimet e kaluara përmendëm përmbajtjen dhe pikat kyçe të cilat përmenden në këto ajete, që sot ti përmendim këto ajete në gjuhën arabe dhe në gjuhën shqipe dhe të vazhdojmë edhe disa sharime në lidhje me këto ajete kuranore. Thot Allahu Dhu Xhelal në surën A'raf, ajeti 73: Wa ila Thamud akhahum Saliha qala ya qaumi ubudu Allaha ma lakum min ilahin ghayruh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatu Allahi lakum ayah fadharuha ta'kulu fi ardi Allah wa la tamassuha bisu' fayakhudhukum 'adhabun alim. Pra fol Allahu Dhu Xhelal për popullin Ad, për popullin Thamud, të cilit ja dërgoi Allahu Dhu Xhelal pejgamber një prej popullit të vet, Salihun. Kështu e kam përkthy në një prej përkthimeve më të mira në gjuhën shqipe, ndërsa fisit Thamud, fisi lasht, pas ardhës i fisit Ad, ne I dërguam vëllain e tyre Salihun, e ai tha: o popullim, adhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër përveç tij. Kjo çështje e adhurimit të Allahut është thirrje e gjithë pejgamberëve dhe na folën për këtë në dersin e parakaluar. Dhe të gjitha rrëfimet kuranore që flasin për pejgamberët e Allahut Dhu Xhelal potencohet kjo çështje për rëndësinë e madhe që ka dhe se shtylla e të gjitha thirrjeve të pejgamberëve të Allahut, që nga Ademi a.s. si nebi I parë, edhe prej nga Nuhi a.s. si rasul I parë, e deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë ata e kanë pas piknisje të thirrjes së tyre dhe bosht kryesor të thirrjes së tyre besimin Allahun Dhu Xhelal një. Në të vërtetë, juaj është dhënë një shenjë e qartë nga Zoti juaj. Cila është kjo shenjë e qartë, mrekulli, mucize që ka pas Salihu? Thot Allahu Dhu Xhelal, kjo deve e Allahut, naqatullah. Kjo deve e Allahu Dhu Xhelal për ju është një mrekulli, lëreni të kullos në tokën e Allahut dhe mos I bëni ndonjë të keqe, se ju pret ndeshkim I ashpër. Do thot Salihu alayhis salam, sikurse edhe pejgamberët e mëhershëm, edhe ato të mëvonshëm kanë pas mrekulli për të sfiduar popujt e tyre dhe për të treguar fuqinë që e kanë ata si pejgamberët e Zotit, të cilën fuqi e kanë me ndihmën e Allahut. Nuk është fuqi subjektive e tyre. Se gjithë pejgamberët e Allahut janë njerëz sikurse na. Nëse kanë diçka të jashtëzakonshme, atë ja jep Allahu Dhu Xhelal për moment caktuar dhe kaq. Momente të tjera janë të rëndomta. Që nga Ademi alayhis salam e deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë pejgamberët ata janë shumë me numër. Të gjithëve sipas rrethonave, situatave, Allahu I Madhreshëm u ka dhënë argument bindës, argument të jashtëzakonshëm, argument që quhet mrekulli. E të Salihu ka qenë deveja. Ka qenë një kërkesë e popullit Thamud, që Salihu alayhi salatu wassalam normalisht gjatë ballafaqimit, edhe kundërshtimit, edhe refuzimit, që t'u amush mendjen me diçka të jashtëzakonshme.
Edhe kjo është kërkesë e gjithë atyre jo besimtarve të inatosur, të rebeluar, arrogant. Sa dush argumente bjedhit të atyre, ata nuk do besojnë. Mirë po, për të vazhdu debatin, polemikën, sfidimin, ata vazhdimisht tjerin, i themi na, vazhdimisht e zgjasin muhabetin me muhabetet të parënsishme, me muhabetet që ata nuk e kanë seriozisht, ama kërkojnë argumente dhe fakte që si pas tyre të arin të mshtetin për muri pejgamberin e Zotit, apo të mshtetin në një qësh, edhe të thëjnë tjerve ja, ky pejgamber që ju e bënit njërit madhe, njërit mirë, ja, s'pas ka ku një farë fuqie dhe ku një farë mundësie. Ulemat e tefsirit, e përmenin Imam Ibn Kathiri rahimullahu ta'ala në tefsirin e tij, përmenin ulemat e tjerë, përmenin lloj israeliatesh në lidhje se si u shfaq kjo deve për atyre. Bile si pas qarimeve të ndryshme në për tefsira, nuk ka dalë veç një deve, po ka dalë një deve me viçat e vetë. Dhe për shkak se populli Themud, që përmendën pak në adresën e kaluar, do e përmendin pak më vonë, ka qenë i dalluar me aftësitë e veta për ndërtuar shtëpi nga gurt, vendbanimi ku ka jetuar populli Themud në Medain Salih, që quhet tash në Ula apo në Hijr, vend Saudi, edhe tash e kësaj dite me shku atje, me duhet që va tregova fotografiat e vendbanimeve në adresën e kaluar, i shefin janë gurë të mëdhej, shkëmbi, të cilët janë gëdhent dhe janë ndërtu shtëpi. Thojnë ulemat të tefsirit, pasi që populli Themud ka qenë i dalluar me gdhenjën e gurëve dhe ndërtimin e shtëpijave në gurë, thot Allahu Dhu Xhelal e nxori deven prej gurit. Edhe kjo është besoj që prej rrëfimeve që gjithë na pjellxhallarëve i kemi ndëgju, edhe në për libra që ndrojnë. Mirë po sa është e sakt, kjo nuk ka argument fetar, as ajet që dëshmon, as hadith vërtet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por janë israeliatët. Ajo që unë e përkthej me përkthim të lirë rrëfime biblike. Se israeliatë janë rrëfime të Benu Israilve. Benu Israilve Allahu Dhu Xhelal ka dërguar pejgamber Isa alayhis salam dhe Musa alayhis salam, librat e Isës alayhis salam dhe Musa alayhis salam janë në Bibël, Teurati, edhe Zeburi, ose Tora, edhe Ungjilli, ose dhjata e vjetër, ose edhe dhjata e re. Këta dy librat plus psalmet e Davudit e përbëjnë Biblën, sot që është në e përkthimin gjuhën shqipe dhe në gjuhët e tjera të botës. Andaj detajet e këtyre rrëfimeve, për cilët nuk ka sqarime të detajzuara në Kur'an, në kaluarën ka pasur ulema që i kanë marrë prej israeliatëve edhe kanë thonë masi që janë detajet parëndësishme, nuk e dëmtojnë fen, i kanë përmend ato. Por ka ulema të tefsirit që kanë kundërshtuar një gjë të tillë, për shembull, për tyre është Sheikh Abdulrahman Es-Saadiu rahimahullahu taala, i cili në tefsirin e këtyre ajeteve në surën Araf, në faqe 134, kjo është vëllimi i dytë, masi përmend tefsirin e këtyre ajeteve, e jep të thot një rezume. Thot shumë komentues të Kur'anit përmendin hollësira të tjera në këtë histori që në fakt janë marrë nga trashëgimia hebraike. Për shembull thuhet se deveja e cila ishte mbarë doli për një shkëmbi dhe ata e panë në sy këtë. Kjo ishte pikërisht mrekullia që vetë ata ja kishin propozuar profetit Salih. Thuhet se kur ata e therrën deven i vogël i saj, pasi pëlliti 3 herë, u hap mali dhe ai hyri brenda në të. Domthonë edhe ka dalë pi gurit, edhe ka hyrë në gur momentin që kanë therrë devën e madhe dhe viçi i saj. Se në gjuhën arabe naka kur thuhet ka dallim prej naka dhe xhemel. Edhe naka dhe xhemel janë deve në gjuhën shqipe. Ama në gjuhën arabe kur thuhet naka, me automatizëm kuptohet se është deve femër. A kur thuhet xhemel, në kuptohet se është deve mashkull. Ta keni parasysh se sa është specifike gjuha arabe. Për shembull, në gjuhën shqipe s'ki
emër tjetër përveç deves, edhe kur thuj deve, a është mashkull a femër, nuk ka përcaktim. Ne s'doshim përcaktu, deve mashkull, deve femër. A më gjuhën arabe si thuhet naka, dihet se është femër. Edhe si thuhet gjemel, dihet se është mashkull. Andaj këto ulemat kush që njeh gjuhën arabe do thotë e din se kur të lexon naqatullah, deve e Allahut, e nënkupton se është deve femër me viçin e saj. Saliu tha si shenjë të ardhjes së ndëshkimit se ditën e parë fytyrat e tyre do të zvedheshin, ditën e dytë do të skuqeshin, ditën e tretë do të nxiheshin. Sipas këtyre gojdhanave pikërisht ashtu ndodhi. Gjithsesi këto të dhëna vijnë nga hebrejt, prandaj mendojmë se nuk ka pse ato të përdoren si shpjeguese të Kur'anit. Kjo është mendimi i Sheikh Abdulrahman Saadiut. Çfarë thotë ky? Thotë prandaj mendojmë se nuk ka pse ato të përdoren si shpjeguese të Kur'anit. Në librin e Zotit nuk ka ndonjë fakt që dëshmojnë saksinë e këtyre historive. Nëse ato do të ishin të sakta, patjetër që do të kishte përmendur i madhëruari në ndonjë mënyrë apo një tjetër. Aq më tepër që në to përmenden shenja madhështore të cilat i madhëruari kurse nuk do t'ja ndashkalonte duke mos na i treguar ato. Vetë madhështia e këtyre mrekullive të pretenduara nuk e lejojnë që dëshmit për to të vinin në rrugë të pasigurta, madje disa prej tyre Kur'ani i mohon. Për shembull, rrëfimin që fytyrat e tyre do të ndryshonin ngjyrë në 3 ditë e hedh poshtë, fakti që Saliu u tha kënaquni në vendin tuaj 3 ditë rresht. Domethënë fytyrat e tyre jo vetëm që nuk ndryshuan duke u zverdhur, skuqur apo nxirr, por përkundazi ata u kënaqën për 3 ditë të rresht duke shpërfillur krahasimin e Zotit. Kurani është më se i mjaftueshëm për të vërtetën, prandaj nuk ka nevojë për tregime të cilave nuk u dihet filli dhe saksia. Shihni edhe këtë një herë. Kurani është më se i mjaftueshëm për të vërtetën. Ne nuk kemi nevojë libra tjetër përveç Kuranit për të kuptuar të vërtetën. Dhe kjo është një rregull i jashtëzakonshëm që na duhet ta kemi parasysh vazhdimisht në bisedë dhe në debat edhe me xahil, edhe me musliman, edhe me disa do thot munafik të veshur me petkun e hoxhës të kaluar. Prandaj nuk ka nevojë për tregime të cilave nuk ju dihet filli dhe saksia. Nga ana tjetër, nëse vjen një rrëfim i përcjellë me saksi prej profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që kurse si nuk mund të bjerë ndesh me librin e Zotit, ai është më se i pranueshëm dhe shërben si shpjegues i tij. Hadithet e sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë shpjeguese të Kuranit dhe normalisht ato na i marrim edhe me të shërbehemi. Madje është vetë Kurani që na udhëzon për të mbështetur fort në traditën e profetit sallallahu alaihi wasallam kur thotë çfarë tu jap profeti merreni e çfarë tu ndaloj largoni prej saj dhe keni frikë Allahun, ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu wattaqullah. Me të vërtetë Allahu është ndëshkues i ashpër, El-Hashr ajeti 7, dhe më parë e kemi thënë se është i palejueshëm shpjegimi i librit të Allahut përmes izraeliateve ose trashëgimisë hebraike, edhe pse ato lejohen të përcillen ku nuk bien ndesh me fen tonë dhe ne nuk mund të vërtetojmë as saksin e as pasaksin tyre. E themi këtë sepse kumtet dhe kuptimet që përcjell libri i Zotit duhet të jenë të sigurta, ndërsa rrëfenja të tilla nuk e plotësojnë këtë kriter. Unë me qëllim e lexova këtë shkrim domethënë, pasi që ky libër është në gjuhën shqipe dhe kush e ka domethënë nga vetëm mund të më ju kthy si referencë thambëllimi i dytë faqe 134. Edhe ky qëndrimi i Sheikh Abdulrahman Saadi, që është për mufesirëve bashkëkohor, është shumë i rëndësishëm për të dhënë përgjigje të gjitha atyre dilemave që lindin në mesin e hoxhallarëve dhe xhamatit kur kemi të bëjmë me kësi lloj israeliatesh në sqarimin e disa detajeve ose boshllëqeve që janë në rrëfimet kuranore apo në meselet tjera. Pastaj vazhdon Allahu Budja në ajetin 74: "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Dhe sillni në mend kur ai ju bëri zëvendës pas fisit Ad dhe ju dhuroi vendbanime në tokë, në rafshinat e saj po ngrinit pallate e në kodrina po gdhendni shtëpi. Po gdhendni, do mund gdhendet guri shkëmbi, që në bëhen shtëpit, kujtoni të mirat e Allahut dhe mos bëni çrregullime në tokë. Ajeti i dytë ja kujton dhuntit, shifni vllazni. Këtë na kemi shumë dhunti sot. Mirë, fatkeqësisht sa më shumë që Allahu na i shton të mirat, dhuntit, begatit, aq më pak të vëmendshëm jemi ka shtyra. Aq më pak të kujdesshëm jemi ka shtyra.
aq më pak falendruesimi ka shëtyre. Këto ditë besoj që gjithë e keni pa se në Palestinë, në Gaza, përveç që va kanë shembi shtëpiat, edhe rrezikohet jeta e tyre, jetojnë për çadra. Mirë po tash për shkak të kushteve klimatike të vështira, domethënë të dimrit, edhe të rreshurave të shiut, edhe ato çadra më janë të papërshtatshme për me jetu. E keni pa fotografit e njerëzve dhe fëmijëve si flenë në lloç. E tash ti paramendo ki shtëpi, ki kulm, je shtëpia e thatë, nuk është e lartë, ki ngrohje, edhe kur qohesh sabat, qohesh nervoz, qohesh i shqetësuar, qohesh i paknaqët, nuk të bën lum goja hiç, veç ankohesh, kërkon gjëra edhe ma shumë se ato që i ki, a haron se ka njerëz që ato nuk i kanë. Lexoesha sot një shkem shumë interesant, thot në Gaza këto ditë kërkush nuk flen. Burrat gjithë natën e ka përcen jashtë atë çadrave, tu i bë kanale ujit që mos më hinë çadra. Gratë gjithë natën nuk flen, tu unet fëmijëve për mikryje se janë tu flet në ujë, lloç. Mos po ftofën, mos po smuhen, ti mblojnë disi, ti mbrojnë prej lagështisë disi. Pleq të gjithë natën nuk e zëgjumi tu mallku. Ata që bën sebeb me shkatru këtë vend. Domthon kush nuk flen. As burrat, as gratë, as fëmijët, as pleqt. Ti paramendon kësi situate kur më njën e ki granatimin, në anën tjetër e kije, dhe do të rreshuat e shiut, ftohen, s'ki ushqim të mjaftueshëm, besoj që keni pa se si i lëpin fundet e tenxhereve, se si i lëpin fundet e kazanave, që mos me met paramendoni krahasoni këto fotografi, të janë shumë mirë për ne mi po, për ditë mi po. Janë shumë të rëndësishme. Shefe ai si e lëpin fundin e kazanit edhe fundin e tenxherës, edhe këshirri fëmijët e tonë që ulen sofër, ja be, a për ditë këtë ushqim, ja be, unë se haket, ja be, s'duhen e me hangër. Ketëve në ndodhin për shtëpia tona këtë ndodhi. Fatkesisht, pse se fëmijët e tonë janë rritë në bollëk, edhe munges e edukimit tonë dhe tyve, mi thonë keni frikë Zotit, mos e përbuzni ushqimet. Mos e përbuzni, mos e nënçmoni, se sot na jetojmë bollëk Zotit, ama nesër Allahu ka mundësi edhe neve me na ndëshku dhe me na e marr. Edhe atë s'kime zgjedh kur gjon, po s'kime pas me hangër kur një send. Andaj, edhe ky fakt që Allahu dhu xhelal gjithë popujve në çdo brez i ka thonë kujtoni dhuntit e Allahut. Se krejt që keni për Allahut. Kujtoni këto të mira që pa ka thonë Allahu e mos i përbuzni. Pse se vjen momenti ju amerë se kur se ka me ndodh me popullin Themut e popullin e Salut a.s. se va merë Allahu udhërë si ndëshkim për kufrin edhe zullumin që e bërën ata. Andaj qëfar nimeti u përmenë Allahu dhulal? E para, khulafa min ba'di Ad, ju bëri zavendës të popullit Ad. Populli Ad edhe ata ishin një qytetim dhe civilizim kemi folë për te në mësimet e kalume. Dhe Allah dhu gjerat të regon se si kanë zhvillu qytetet e tyre, si kanë bo rezervat ujit, si kanë bo palatet mdoja, që janë du nga larkë. Po edhe këtyre, i ka bo zavendës të ati qytetërimi dhe civilizimi, dhe këta kanë pas një dominancë në atë kohë në këtë vend të botës në cilën kanë jetu ata. E para kjo e dyta, do të ju dha pushtet në tokë. E treta, luginat i kini mush me shpija të ndërtume, e kodrinat me shtëpia të gdhendura. E thënë djetarë në tefsirin e këtyra ajeteve, pse shpia në fush, në lugina dhe shpia në kodra, të kanë pas shpia për dimën dhe për verë. Për shembull na, që jetojmë vendet ftofta, shpijat e fushës i kemi për verë, në kodrina, a shpijat e dimit i kemi në lugina, më urujt prej erës ftoft edhe prej borës. Aty ka qenë e kundërt. Shpijat, do thot, i kanë majtë për flat në fush e për nëzet, më thonë, faktisht, ose e kundër, për nëzet në fush për flat në shketir, në kodrina, se guri, do thot, e manë ftoftin, edhe në përmes shtëpijave që ka po në gur, ata
e kanë rregulluar temperaturën e verës edhe duke qenë nëpër lugina e kanë marrë temperaturën e ngrohtë gjatë dimrit. Pra ja ka përmend Allahu dhu xhelal këtë të dhunti dhe thot pasaj fadhkuru ala Allahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin, kujtoni këto dhunti që va ka dhënë Zoti dhe mos bëni fesad në tokë. Pse përmend fesadin mas dhuntive? Se themi na njerëzit mqarten prej të mirave. Njerëzit u dalin mend prej të mirave. Edhe njerëzit bën arrogant prej të mirave. Edhe zakonisht në historinë e njerëzimit, po edhe sot, do të njerëzit që kanë pushtet, edhe ata që kanë pasuri, edhe ata që kanë famë, edhe s'kan iman, ata veç zullum mbi tokë bëjnë. Kjo është rregull. Të kalumen me popujt e mëhershëm, po edhe sot njerëzit që kanë këto të mira të Zotit dhe nuk e kanë besimin në Allahu dhu xhelal, atë bëjnë fesat, andaj Allah tha wala ta'thaw fil ardi mufsidin, mos bëni fesat në tokë. Ajeti 75, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lilladhina stud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Paria mendje madhe nga populli i Salihut, nga populli i Themudit, ju drejtua popullit të shtypur të dopt që kishin besuar në Salihun alayhi salatu wassalam, i thanë atyve, a keni ju ditori, a keni fakte dhe argumente se Salihu është i dërguar prej Zotit? Në më pse besoni jo? Kotem kot. S'keni fakte, s'keni argumente, sikur se flasin sot shumë qafira anti-islamista në për shumë emisione në televizionet tona fatkesisht, kur flasin për besimin dhe islamin. Shifte përgjigjen e këtyre njerëzve të dopt, fizikisht, ekonomikisht, në aspektin social, politikisht, mirë për të fuqishëm në besimin e tyre, thanë ata, qalu inna bima ursila bihi mu'minun, na nuk kemi asë një dilem në krejt atë me cilën Allah e ka dërguar. Jo ta pranojmë si pejgamber Zotit, po edhe këtë fjalë që i thotë ai na i besojmë pa rezervë. E të përgatit dersin e lexosha një fjali të njërit prej mendimtarëve të mëdhenj të botës islame, i cili ka jetuar çaste të këndshme me Kur'anin, e thot një fjali shumë me rëndësi. Thot paria e një popullit jo besimtar zakonisht refuzon pranimin e thirrjes pejgamberëve Zotit. Pse? Sepse thirrja e pejgamberëve Zotit që fillon me tauhid i zhvesh ata nga pushteti të cilin e kanë, sepse ky besim pushtetin absolut ja kthen Allahu dhu xhelal që është një Zot i këtë botëve. Kjo është një mesele shumë e rëndësishme. Edhe të lexuar në këtë sharim të këtij ajetit e mendojsha edhe thosha pse sot luftohet me të madhe kundër islamit prej disa politikanëve, gazetarëve, njerëzve që dalin në ekran televiziv, se s'po duam i thonë emra se janë as akademik, as intelektual, as analista, sepse këto janë terme që kanë peshë, me kon akademik, me kon intelektual, me kon analist, janë gjëra me vlerë. Ama ato që dalin në ekranet televizive s'kan diçka për këtyre fakteve, për këtyre do thot begative me vete. Ama e luftojnë islamin drejt për së drejti apo indirekt. Sepse islami i pengon ata me rrejt. A nuk mundën ata me bo programe me shikime të mëdhaja pa rrejt. Se islami i ndalon ata me keq përdor pushtetin. E njëra prej pushteteve në sistemet politike bashkëore është pushteti i medias. Edhe i ndalon ata me keq përdor pushtetin e vet që nëpërmes sulmeve ndaj pushtetit ekzekutiv të fitojnë të ardhura ekonomike, dhe kjo është ndodhur, për shembull gazetarë të mëdhej sot në botën tokat tona shqiptare kanë bë TV, kanë bë portale, kanë bë pare, do thot duke bë shkrime tendencioze ka shi një ministrit, një qeverie, një tenderi,
edhe i kanë shantazhu dhe i kanë kërcënu pastaj pushtetarët, ose do na jepni ne vendima prej buxhetit shtetënor për të mirëmbajtur mediat tona, ose na do i publikojmë të shkrime që nxjerrin hajnit e juve në shesh, apo keq përdorimet e pasurisë publike, apo keq menaxhimin e tendereve kështu me radhë. Edhe në këtë formë ata janë bo shtëpi mediatike të mëdha, gazetar me kapital të madh, edhe normalisht e i imponojnë mendimin e vet dhe agjendën e vet, pa marrë parasysh a kanë fakte dhe argumente për atë që thënë apo nuk kanë. Edhe në këtë formë ata e marrin një pushtet. Politikanët e marrin pushtetin e ekzekutivit. Biznesmenët e marrin pushtetin e ekonomisë. Edhe ata normalisht marron është me fitu pare, me djersë, me mund, me planifikim, edhe me organizim të resurseve njerëzore dhe ekonomike që i ka një kompani, sesa mu lidh me pushtetin edhe mi marrë tenderat e gatshme për pushtetit, mos me pas obligim për realizim kualitativ të tendereve, për shkak se hise që jep, ati që të jep tenderin, jam shel gojen edhe syt, edhe nuk kërkon në raportet e detajzume se si është realizuar një projekt. Edhe pra shkak ndodh që të na për shembull një autoban koridori 8 ose 10 që se mos i di bashmir të gjëra, po autobani Shkup-Ohër 10 vjet edhe ala s'ka përfundue, kurse autobani Tiranë-Qafthane ka fillu shumë ma vonë se ky autoban 42% veç se i pash para një 4-5 ditëve të lajme veç është kry. E me se gjysma asaj është kryja, ka një shumë ma vonë se na, e këta do më që 10 vjetë hala 1% shumë e vogël e shkry. Pse ndodhin këto gjëra? Për shkak do më thonë të asaj që them. Ata kanë një pushtet, edhe normalisht në atë pushtet, dhe kjo është një fenomen shumë interesant, se zullumqarët në pushtet, me ndjemadhësinë që e fitojnë gjatë pushtetit, bëhet shkaku kryesor që ata me thy qafën e vetë në atë pushtet. Se në momentin që janë pushtet, e njën vetët pa prekshëm. S'ka gjukatës që neve na gjukon. S'ka prokuror që neve bën kallëzim penal në neve. Sepse janë nër ne ata. Nëse ata neve na shantazhojnë, i shantazhojmë edhe na ata. Edhe vinë situatë që bëjnë çka dojnë, sepse s'ka kush i nal, s'ka kush i kontrollon, s'ka kush i gjukon. Edhe shkojnë të erit zullumin, edhe shkojnë për shembull fillim kur nisin me vjedh, ja kanë ngale me imlu tragat, me imlu gjurët, edhe me mundu me dokumentacion me qenë rregull. S'paku para media, s'paku para dikuj që ka pak mervesh të punë. Tu hi zullum ma shumë, tu i hik mendja nga sasia që ka me keq përdor, ka me vjedh, i hik mendja dhe s'ka hapësi me mendu tash për dokumentacionin, për mbulesën, për fshirin e gjurëve, edhe shkojnë të jurit dosjet. Edhe pastaj ata politikan këtë bënë të kapshëm, edhe pra shkak nëse e keni vërejt, të gjithë shtetet tona balkanike, nuk mund është me gjithë një politikan që më thonë, unë jam politikan i pavarur, votoj si dhe une, se kur kuj si kam borç. Se këtë janë të kapun, me dosje, jo një po plot. Edhe andaj kur të duon, si duon e sjellin ata. E kjo është pushtet që ata e kanë edhe e gëzojnë, në fillim e majnë për ta shtu pushtetin dhe pasurin. Pastaj fillojnë me majtë me çdo kusht që mos dalin shesh turpet e tyre. Shifne, e nisin fillim për me shtu pushtetin dhe pasurin. Pastaj luftojnë me majtë se nëse bin nga pushteti u dalin marrën shesh. Edhe me çdo kusht do me met pushtet që me vazhdu me imlu e turpet e veta. Andaj këta lloj njerëzish, kjo është ajo paria, edhe në kohën e Saliut, edhe në kohën e Adit, edhe në kohën e Nuhit, edhe në kohën tona është e njëjta filozofi. Kjo pari nuk pajtohet me thirrjen islame për këtë arsye, sepse thirrja islame e gjithë pejgamberëve të Zotit, edhe Zotit, i zhvesh ata nga ky pushtet. Absolut, kushtimisht me tham absolut që kanë ata, se bëjnë çka duan, vrasin ka duan, burgosin ka duan, marrin sa duan, i japin sa duan. Ku kush s'ka mundësi mi marrë pyetje ata. Edhe gazetarët kur marrin pyetje, normalisht janë po mjeshtër ata në manipulim. Ju e keni pa në për ekranet televizive. Këtë politikanë,
cilin dush apostrofoja. Del në emision televiziv, gazetari ma i mirë, pyetjet të rënda, pyetjet komplekse, mirë pa të jam mësu si peshku, se në kap, tërshet pidore, din edhe me manipulu. Edhe normalisht fatkeqësisht, përdesa masa kritike është e vogël edhe qasja analitike është e dobët, shumë njerëz mashtrohen me folklor politik. Fjalën folklor zakonisht ne e dimi se është pjesë e dekorimeve, veshmbathjes së vjetër që e veshin disa njerëz për t'treguar histori. Kalume, nuk e manej si veshje ose dekorim të rregullt në shtëpinë e tij ose në trupin e tij, po e vesh her pas here në mënyrë manifestive me tregu se këto janë teshat tona të vjetra, kështu është dekorimi i shtëpiave tona, kjo është pjesë e folklorit. Do në gjëra që janë tonat, po i përdorim na vetëm për të kujtuar histori. Edhe pa të filluar me përdor këtë në politik, folklor politik. E flet për nacionalizëm, veç me tregu se kjo është e jona, ama s'ka realitet në jetën e përditshme. Edhe na sot, edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, fatkeqësisht shpesh herë ballafaqohemi me politikanë dhe grupe politike, të cilat shumicën e veprimeve të veta i kanë folklor politik, që s'ka kur një farë domethënie dhe s'ka kur një farë impakti dhe ndikimi në ndryshimin real të gjendjes tonë politike, kulturore, ekonomike e kështu me radhë. Mirë po, njerëzit i gëzohen, edhe njerëzit e vlerësojnë si fitore dhe sukses, megjithëse është folklor, megjithëse nuk ka ndikim real, afatgjat, nuk është një ndryshim i vërtet, po thjesht është një dekorim që për momentin është, mas një kohë ka me përfundue, edhe kur të vjen pushtetarët e vërtet pas zgjedhjeve të ardhshme, ata do e kanë fuqinë reale, pushtetin real, të drejtat e qeverisjes do të autonome të pavarur, kurse këta sot që marrin pushtetin e kanë domethënë më tepër dekorativ se sa real. Por kjo është e problemi. Paria din mi dhon përgjigje edhe pyetjeve më delikat gazetarëve, normalisht plus gazetarë që e përmenda që është pjesë e pushtetit dhe kanë bërë parë nëpërmes kësaj mënyrës pandershme, zakonisht merren vesh me mysafir që kanë në emisione për pyetje që kanë me parashtu, sepse edhe ajo do thotë kur të, si themi na, kur të ndalet lëvizja një qekrekut, atër i shtim pak kallamast më shumë, edhe fillon edhe lëviz but edhe pa zhurmë. Kështu që ke situatat tona, edhe ato në emisionet debative, emisionet e rënda që neve kanë në dukut, e zuni ngusht ky gazetar atë politikan, derse me pak të lyme, hec puna për para edhe kur kush nuk qortohet edhe nuk ofendohet ose nuk njihet gusht, këtë të t'i dalin edhe të knasht edhe të gëzuar prej asaj bisede. Ama ajo që dua ta them edhe një herë, se paria në mungesë të besimit i keq përdor të gjitha resurset që i ka. Edhe mundohet ta krijon një situatë tillë që dominanca më qenë absolute. Ani pse themi na pushtete demokratike, shtete demokratike, sistem demokratik, pluralizëm, sistem shumë partijak, gara mes partive politike, s'ka oferta politike, s'ka platforma politike, s'ka përcaktime politike, djathtë, e mesme, e majtë. Lamsh janë situatat, por qasë për Ballkan në përgjithësi edhe në toka shqiptare në veçanti, s'ka platformë politike, s'ka ofertë politike, s'ka përcaktim politik, nuk ka veprim strategjik politik në të vende. Edhe andaj, e vetmja gjë për cilën bëjnë gara partitë politike që janë në të vende, është se si me ardhë deri në pushtet, e si të vjedhi une si ka vjedha i para meje. E kjo është mjerim, edhe kjo është nivel shumë dekadent, i prapambetur, i veprimit politik në cilën kemi mri na, dhe normalisht ketë na imi hisedar të kësaj gjendje, sepse edhe na, si ata që janë nartë, edhe na kemi qef me vjedh, nëse ai vjedh shumë, na ishmi bomi razi me vjedh pak, nëse ai vjedh shumë, na bomi razi mos me bot madhe me kapërci, se në momenti që mjipët mundësia me ardhë dikun edhe une, vjedhi si aj pas e nesë se mjipët mundësia, edhe ketë na jemi pjesë e përgjësis, edhe kjo pari, faktisht, ku ta bëje këtë popullin si vetja, e ka rritë qëllimin. Mirë po,
janë caktimet e Allahut, i cili nuk lejon që e keqja me sundu në mënyrë absolute, se përndryshe ndodh kiameti. Edhe çdo herë Allahu Dhu Xhelal ka me lënë besimtar, edhe nëse janë pak ata që kanë me vaprish rahatin dhe komoditetin kësaj parie zullumqare, agresive edhe diktatoriale dhe despote. Për herë ka me pas. E tash kësi situata kur ka kësi besimtar, se themi na në gjuhën popullore, ka budall që janë gatshëm me fliu, sikurse ka qenë domethënë në dekadat e fundit të popullit ton shqiptar të na, ka pas njerëz që kanë qenë idealista, e sot këtyre idealistave i thënë budall. Më sa me njeri e sakrifikon vetveten, familjen e vet, interesin e vet, mirëqenjen e vet për të tjerët. Pse se kur të fillon ti me jetu në pushtete të këtilla, do që çdo gjë për ta është interes, përfitim material, atëherë nuk ata që janë kundër të punojnë në interesin e tjerëve duke dëmtuar interesin e vet, ata llogaritën të marr me dialekt, shmend. Mirë po, çdo herë ka me pas kësi lloj njerëzish të ndershëm, burra fisnik, që bota sot i thotë të marrë me dialekt të shmendur, që kanë me luftue do të këto veprime të këtij pushtetit absolut. Kushtimi është me absolut, po ata që s'ka kusht i lëviz nga pushteti dhe bëjnë çka dojnë kur janë pushtet. Edhe andaj kjo pari e këtill mendje madhe, despote, kam i pengu kjo grup dhe kanë mundu me i sprovu ata edhe me debatu, me polemizu. Për shembull, ajo që ndodh sot nëpër media tona është kjo. Akuzat vazhdueshme ndaj islamit edhe muslimanëve. Për shembull, neve shqiptarëve të Maqedonisë, sidomos ata të vendeve tjera për rreth që kemi, na llogaritis shqiptarë pa pambetur. Pse? Jo pse jemi të pashkolluar. Jo pse s'kemi titull shkencor, po pse i përmbahemi fesë islame. Edhe e thëjmë bidëmdjen në disa debate në Kosovë, e kam përmend konkretisht. Mirë u bo tash me kryeministrin shqiptar Maqedonia, ama me kom pakës edhe të ishin emancipu shqiptarët e Maqedonisë, shumë pëmahen për islamin. Me mujt pak mu distancu për islamit. Edhe për këtë shkak, për këtë agent, për këto arsye, ata vazhdimisht çdo javë nisin beteja të reja, lufta të reja, sulme të vazhdueshme ndaj islamit, muslimanëve, hoxhallarëve, bashkisë islame, xhamiave, shamis, djemve trime fetar, non stop. Pse se kjo është pjesë e sfidës dhe turisnis që i bëhet muslimanëve. Që na hoxhallarët edhe besimtarët të mos jemi rahat edhe komod në mësimin e fesë edhe jetësimin e fesë. Për shembull, je vajzë me shami ki problem me shku në shkollë. Je femër me shami ki problem mu punësu në institucione shtetërore. Pse sa shamia është pengesë. Edhe normalisht, ky presion, shumë vajza të reja dhe shumë femra që kanë kryer fakultete, i shtin me mendu 2-3 herë, 5 herë para se me e marrë vendimin me umbulu me shami islame. Se pengesa në shkollë, pengesa në punë, pengesa në familje, pengesa në rrugë, pengesa në media, pengesa, këtë jeta me pengesa, normalisht nuk e kanë të gjithë sabrin e njëjtë. Pengesa psiqike, presion psiqik, pastaj ekonomik, pastaj politik. Edhe të gjitha format që mundohen pjesa fetare e popullit shqiptar me kontribu për zhvillimin e shtetit ton, vendit ton, popullit ton, ata e pengojnë, ata e sabotojnë, ata e bojkotojnë, edhe normalisht pas e këtu fatkeqësisht ndihmojmë edhe na, sepse shpesh herë grindjemi me zvete për gjëra shumë të vogla, dhe se mu bona një tabor i cili i jep vlerën njerëzve që kanë vlerë dhe u merr pozitën atyre që s'kan vlerë, edhe na bomi si ata pushtetarët edhe për interese shumë të vogla e shesim njëri tjetrin. Sidoqoftë, kjo pari mendje madhe e sfidon këtë popull të dobët dhe të shtipur, edhe vazhdimisht e shtin debat në polemika, bile edhe e kërcënon. Mirë po, besimtarët e vërtet, kjo shumë është më rëndësi me kuptuone edhe ti. Besimtarët e vërtet kur një herë nuk dyshojnë besimin e vetë.
Kjo është një çështje që duhet me kuptuar mirë. Na duhet me kon krenar me Islamin ton. Ata çka të dojnë le të thënë? Terrorizëm, ekstremizëm i dhunshëm, ekstremizëm i padhunshëm, fundamentalizëm, fanatizëm, çka të dojnë le të thënë? Mu nuk më intereson hiç çka thonë ata për mua. Unë më intereson dy gjëra. E para, me qenë Allahu i kënaqur me mua. E dyta, me qenë une me të gjitha kapacitetet që kam në shërbim të këtij vatani dhe këtij populli. E para, Allahu me qenë i kënaqur me mua. E dyta, me qenë në shërbim me gjitha kapacitetet që kam të këtij vendi ku ne jetoj. Se ata këtë që na shohin neve, ata as të kalumen, as të ash, e as të ardhmen, kur njerëz s'kan me qenë as shërbim të vatanit. Se për me Zot s'kan punë ata. Po janë njerëz mercenar mediatik, marrin fonde dhe buxhete, siç e përmenda më herët, prej qarqeve të mbrëmshme dhe një pjesë merr pi burimeve dhe nga jashtë me agjenda të caktuara në dam të fesë po se po në dam edhe të kombit, po dam edhe të njerëzimit, se janë agjenda djallëzore, shejtanore, iblisore, të neoliberalizmit që ata me plot gojë dhe vazhdimisht flasin edhe i përkrajnë edhe u hapin derën edhe u ndihmojnë. Ata nuk e bëjnë këtë punë me sinqeritet ose për interesa madhore, sepse këto janë interesat ulta, s'ka këto interes madhor. Po janë agjenda që paguhen ekonomikisht edhe ata punojnë për këto arsye. Besimtari, edhe nëse është pak, edhe nëse është i shtypun, edhe nëse është i stigmatizuar, edhe pse vazhdimisht prodhohen stereotipe të caktuara negative për besimtarët, ne nuk duhet mi përfill këto sulme, këto akuza, këto fabrikime, këto etiketime, duhet me qenë krenar që jena musliman, me mësu ma tepër fen, me zbatu ma tepër atë, dhe sikur se thash, të gjitha kapacitetet që kemi, mi vendos në shërbim të vendit dhe popullit tonë. Edhe alhamdulillah kështu janë shumica e muslimanëve. Fatmirësisht, shumica dërmuese e muslimanëve janë të tillë. U intereson veç kënaqësia e Zotit, këtë të muhabete hiç nuk ka lëvizin luhatin besimin, edhe mundohen me qenë të dobishëm në mënyrë direkte apo indirekte në shërbim të vatanit. Edhe tash, megjithëse na jemi pakic, turistnia është e madhe, vazhdimisht ata e kanë dorë pushtetin ekzekutiv, legjislativ, gjyqësorin, median, biznesin, që do të ti je, mund është me konë me numër shumë, po realisht vlera jetë është e vogël. Kjo është realiteti. Mirë po, nëse na jemi sinqert në kauzën tonë, jemi të lidhur me Allahun, jemi besimtar të vendosur, gjithsesi na kena me fitu. Sepse Allahu Dhu Xhelal e ka thonë Kur'an dhe atë për e shohim ne vazhdimisht në historinë e njerëzimit, historinë e pejgamberëve, po edhe sot. Kem min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan bi idhnillah. Sa grupet vogla kanë triumfuar mbi grupet e mëdha me lejen e Allahut. Po, mundet me qenë ditë e vështirë, e rëndë. Ama fitur është e vërtetë. Për ta përmbyllur sepse koha kaloi, lexoesha për djedh një hoxh theke, nëse më pyet dikush mu kur ka ardhur shkatrimi i faraonit, i jap përgjigje dhe i tham, a di që ka lind Musa a.s. Tash, me marrë këtë përgjigje, për shumicën për neve ka me qenë e paqartë, edhe ka me thonë si ka mundësi, ditën që lindi Musa a.s. me qenë fundi i faraonit dhe shkatrimi i tij. A është i vogël bebe, bile ju e dini tregimin e tij se pat urdhën çdo fëmijë mashkull mu vra, e nona e vetë e hudhin lumë, nil. S'muj ka as me mojtë e shpia. Mes ditës që lindi Musa a.s. edhe ditës që shkatru faraoni, kanë kalu shumë vite. Aty ka pas dhimbje, aty ka pas lot, aty ka pas vështirësi, ka pas probleme, ka pas mërzi, ka pas pikëllim. Edhe në momentin që krejt format e ballafaqimit i përdori Musa a.s. që kena mi pa kur të vim pas e me folë për Musa a.s. Vendimi i fundit që erdhi, që e mori Musa a.s. ishte me braktisë Egjiptin dhe me shku në Palestinë. Dhe i tha atyre që besuan
Musa alayhiselam si pejgamber Zotit, benu Israelve që ishin në Egjipt, hajde, boni gati, mbledhni teshat, mbledhni rrobat, mbledhni valigjet, do nisim me shku në Palestinë. Edhe u nisën. Kjo është më epizodi e fundit. Tamam fillon me mendu populli Musa alayhiselam se shpëtuam prej katrahurës së faraonit, prej torturave dhe do të dameve të mëdhoja që keshim na duke qenë në Egjipt. Ata u nisën, normalisht faraoni me ushtrinë e vet u nisën mase. U përhap lajmi se ata Musa alayhiselam me popullin e vet po doin me ikë me shpëtu pa i vrati. Edhe ai u idhnu shumë me kapi nervoze edhe vet e mori atin edhe i priu ushtrisë vet edhe u hudh pas tyre. Normalisht këta në kam e me kije e me kafsh, ata me kuaj e me deve i zonën. Edhe e përmen Allahu dhugja në Kur'an këtë fakt, këtë dodhi dhe thot felemma tëra al-Gjemani kur u pan me zvete dy grupet. Ki grupi Musa alayhiselam që ishte përpara e këthin kokën nga mbrapa e pan se ata janë afru shumë. Than populli Musa alayhiselam inna lamudrakun. Tamam ai gëzimi i madh që ishte që po shpëtojmë në fund, u shndru në një pezm shumë të madh, me një hidhrim shumë të madh, me një mërzi shumë të madhe. Se tamam mendum që shpëtuan, na kapën. Inna lamudrakun, na kapën. E Musa alayhiselam i bindun se ky vendim ishte marrë me urdhën nga Allahu Dhu Xhelal dhe se ai Allahu kur ai e sjell një vendim, domethënë për të shpëtuar një popull ka më shpëtuar në format më të çuditshme që mundën me ndodh. E tha Musa alayhiselam i bindur në premtimin e Allahu Dhu Xhelal, kalla inna ma'i rabbi sayahdin, asesi un kam me vetë Zotin i cili ka me mundësi. E tha Allahu Dhu Xhelal Musa alayhiselam idrib al-bahra, godite detin me shkopin tan. Edhe pastaj Allahu Dhu Xhelal e dau detin në dy pjesë. Sikur se përmend nuk kanë këtë taudin adhim, u bën si dy kodra të mëdha, një në djathtë dhe një në të majt. E hyni Musa alayhiselam me popullin e tij me kaluën nga Sinaja, domethënë në Palestinë, me kalu detin e Kuç. Dhe normalisht mas tyre u futën edhe faraoni dhe ushtria e tij, këta e kaluan detin e u mbyll deti dhe gëlltiti faraonin dhe ushtrinë e tij. E shpëtoi Allahu Dhu Xhelal Musa alayhiselam me popullin e tij dhe shkatroi faraonin me ushtrinë e tij. Dy gjëra ndodhen për një herë. Shife, na mi ra deti sot me shkop nuk na çon det, nuk çat deti për neve. Se edhe na si kena bindjen e Musa alayhiselam. Po edhe na si kena bë këtë hapat e duhura për me sjell fitoren ton ka shi zullumçarve. Edhe kjo është njëra prej përgjigjeve pse Allahu Dhu Xhelal u avonon muslimanëve sot fitoren. Sepse muslimanët shumica prej neve rinë duar kryq ka shi asaj që i ndodh muslimanëve në botë. E duke neti duar kryq, kur e shef çka i ndodh vllau tan, ti nuk ka mundësi Allahu me dhon ti fitore. Se ja jemi një umet të rësi, edhe kur na dhem gisht i vogël, rim pa gjum gjithë natën, kur na dhem dhami, s'muj me fle gjithë natën, ja nuk jemi një trup. E normalisht nëse je i shka përdedhun dhe i përqam, edhe e ndam cop në cop, e se një dhëjmë të njëri tjetrit, atër nuk ka mundësi Allah me dhënë fitore. Dhe për këtë shkak, sot umeti islam është një shpresë për botën, por nuk është shpresë për vetveten. Sepse umeti islam, nëse don me siguru vetvetes ditë mira dhe të bardha, ata duhet me korrigju besimin e tyre, duhet me korrigju adhurimet e tyre dhe duhet me korrigju hapat e veprimit të tyre, e cila fillon me bashkimin e zemrave dhe mendjeve dhe planeve të veprimit. Nëse s'ka bashkëpunim edhe bashkë veprim, atëherë normalisht kemi që për herë kafshat e lehtë për gjithë armiqt. Edhe kjo po ndodhet edhe na këtu në Ballkan, muslimanët për një mesele, dy mesele i dhënon njëri me tjetrin, e shikojnë shtremt njëri tjetrin, majnë hatër njëri dhe tjetrit, edhe para mendo, kur dhe momenti me ndryshu një të keqe të madhe, me zvoglu një të keqe më të madhe, fatkesisht dhe
mu ata musliman bon palë me një zullumqar, të e nimu ata me med pushtet hala, dhe mos me ndimu tjetrin për marrë pushtet, e me zvoglu të keqen, nëse s'ka mundësi me ndryshu krejtësisht ata. Po kjo është historia e kalume, e cila përsëritet edhe tash, dhe normalisht vazhdon debati mes Parisë dhe popullit, por ajo që duhet me potencu është krenaria jonë me islamin dhe shërbimi jonë për vatanin, duhet me qenë e pa rezervë dhe e pa kompromis. E pastaj kush është i ktill, me lenin Allah shumë shpejt ka marrë dita për me gëzu fitoren dhe ndihmën e Allahut xhel. Na këto do të detyrohemi munal që pastaj me vazhdu me ajete tjera, me i përkthy dhe me i nxjerr mësimet dhe porosit, duke lutur Allahut në e bjerë të bishën dhe veprat mirat, në e në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami.